Veprimtari nga diaspora Ilir Canhasi ka bërë një shkrim të ashpër lidhur me gazetarin Milaim Zeka, i cili ishte në momentin e arrestimit të Fatmir Shehollit i pranishëm. Canhasi përmes një shkrimi në Facebook citon albanologun dhe ambasadorin e kulturës shqiptare në Suedi dhe reagimin e tij për Zekën duke e quajtur "morr në vërimat e flamurit". Tutja i përgëzon ambasadorin Ulma Gjvick, duke thënë se ai e thotë të vërtetën dhe se njerëzit e mëdhenj kanë edhe guximin ta thonë atë. Zeka, që ka edhe fotografi me të arrestuarin për spionazh Fatmir Shehollin, sipas Canhasit është i pranishëm në media për shkak të mos reagimit të njerëzve. Heshtja është krimi më i madh që mund t'i bëjmë Adeut, kështu reagon albanologu më i dashur dhe njerësh, ambasadori i kulturës shqiptare në Suedi, zoti Ulmar Gjvick, ndaj fyerjes që ai i bëri diasporës shqiptare. Milaim Zeka është një morr në vërimat e flamurit ton, çdo flamur ka morra në vërimat e tij. Milaim Zeka u përjashtua nga redaksia e gazetës Lajmëtari për arsye të shkeljeve në punë. Ma habit shumë se ky person sot, 30 vite më vonë, merr pjesë në jetën publike të mediave në Kosovë. Siç duket, Akademia e Poshtërsive ka vend të respektuar në Ballkan. Të lumë zoti Ulmar që tregoni të vërtetën, kur kjo e vërtet vjen nga një albanolog i respektueshëm nga mbar bota shqiptare. Njëherësh është edhe një shuplak e madhe për ata që mbronin këtë njeri me 100 meta. Njerëzit e mëdhenj kanë edhe guximin ta thonë të vërtetën, e që njerëzit e vegjël nuk e kanë këtë veti. Mos u frigoni kurrë nga e vërteta. Mos reagimi ynë lejon pjesëmarrjen e tyre në jetën publike të mediave në vend, ashtu siç e thotë edhe zoti Ulmar. Në krah të tij është spioni Fatmir Sheholli, që u arrestua dje nga policia shqiptare, shkruan Ilir Canhasi për krah fotos, ku shihet Milaim Zeka dhe Fatmir Sheholli. Milaim Zeka ka rrëfyer sot momentet e arrestimit të Fatmir Shehollit, me që kishte qenë duke pirë kafe në mëngjesit bashkë me të në një prej hoteleve të Prishtinës. Zeka ka thënë se gjatë qëndrimit në kafene kanë qenë duke biseduar për disa përgjime për të cilat gazetari thotë se ja ka dhënë vetë Sheholli, e të cilat janë publikuar së fundmi. Unë e dhash versionin tim të këtyre materialeve, e shpjegova gjëre gjatë që na i ka dhënë Fatmiri. I kam thënë që si jemi vetëm ne që i kemi marrë, i tregova që na ka pru të printum tekstin e USB-s, ka treguar Zeka për dëshminë e tij të dhënë në policinë e shtetit. Sipas Milaim Zekës, Sheholli kishte thënë se burimi atyre përgjimeve ishte nga një gjerman. Në këtë mënyrë, gazetari Milaim Zeka ka shuar të gjitha aludimet se edhe ai gjatë ditës së sotme ishte arrestuar së bashku me Fatmir Shehollin, të dyshuarin për spionazh. Në një lidhje telefonike me Kosova Today, Zeka i quajti të poshtra lajmet rreth arrestimit të tij. Megjithëse Zeka tregoi se si ishte arrestuar Sheholli, derisa ata ishin në të njëjtin hotel në Prishtinë. Dua vetëm të them diçka. Personi Fatmir Sheholli është arrestuar sa ishte duke pirë kafe në hotel. Unë isha me një person tjetër, kisha shkuar realisht me pi kafe me dy artistet tona të mëdha, me Eli Farën dhe Irma Libovën. Fatmiri më tha, a muj me ardhë me pi një kafe? I thash, po more, hajde, në hotel jam. Veç kanë hyrë policia dhe i thanë zotëri Sheholli, jeni arrestuar me urdhër të prokurorit për spionazh. Kaq është historia, u shpreh Zeka. Ndër të tjera, Milaim Zeka thotë se ai u ftua për intervistim në polici. Ministri në detyrë i punëve të brendshme të Kosovës, Xhelal Zveçla, ka njoftuar se është arrestuar Fatmir Sheholli, i dyshuar për spionazh. Zveçla ka shkruar se pret trajtim institucional me seriozitet të lartë të këtij rasti, i cili sipas tij përbën një nga aktet më të rënda ndaj sigurisë dhe rendit kushtetues të Republikës së Kosovës. Policia e Kosovës në bashkëpunim të ngushtë me AKI-n dhe prokurorin ka arrestuar sot Fatmir Shehollin me dyshimet e bazuara për përfshirje në spionazh. Individ si ky, që kanë pasur hapësirë mediatike të pakufizuar në vendin ton, ka bashkëpunuar me akterë që çdo ditë punojnë e veprojnë për të minuar Republikën ton dhe e progresin e saj. Mbesim të përkushtuar të mbrojnë vendin ton nga të gjitha qarqet që nuk hezitojnë ta rrezikojnë atë për çfarëdo përfitimi të tyre. Koha e spionëve të Serbisë në Kosovë ka përfunduar. Kushdo që punon për Serbinë e kundër Kosovës do të ndiqet pa kompromise, pa ndalshëm. Republika duhet mbrojtur me përgjegjësinë më të lartë institucionale dhe morale, ka shkruar ai. Në një komunikat për mediat, Prokuroria Speciale ka bërë të ditur se Sheholli është arrestuar pas hetimeve disa mujore. Me urdhër të Prokurorisë Speciale të Kosovës,
Të njëjtën, hetuesit policorë nga Drejtoria për Hetimin e Krimit të Organizuar dhe Krimeve të Rënda në Policinë e Kosovës kanë arrestuar shtetasi me iniciale FSH në ndyshime për veprime penale, spionazh, thuhet në njoftimin e prokurorisë. Sheholli ka qenë i ftuar her pas here në televizionet e Kosovës në rolin e analistit politik. Ai është drejtues i Institutit për Afrimin e Marrëdhënieve Ndëretnike në Kosovë, ishte ftuar për dëshmi edhe nga gjykata speciale. Në paraqitje të publike, ai ka pohuar se ka punuar në shërbimin e sigurimit të Serbisë UDB dhe pas luftës ka qenë i angazhuar në shërbimin informativ të Kosovës SHIK.